Në kuadër të 35 vjetorit të 80-torit të ditës kombëtare të rinisë, të rinjtë e Lushnjës zhvilluan një aktivitet simbolik dhe reflektues nën moton e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Ky takim i zhvilluar në një ambient privat, mblodhi dhjetra të rinj të qytetit, të cilët diskutuan mbi rëndësinë e pjesëmarrjes aktive në jetën shoqërore, politike dhe drejtimin europian të vendit. Aktiviteti solli ide, reflektime dhe bashkëbisedim të hapur mbi rolin që rinia ka sot në ndërtimin e një Shqipërie më të drejtë dhe më demokratike. Të pranishëm në aktivitet ishin kryebashkiakja e Lushnjës zonja Riselda Sefa, si dhe deputetët e Lushnjës Asfrolal Haxhiu, Kiduina Zaka dhe Elton Korreshi, të cilët ndanë me të rinjtë mendime dhe eksperienca mbi rrugën drejt integrimit europian dhe forcimin e demokracisë. Rinia sot është më shumë se kur zëri i ndryshimit, energjia dhe garancia që Shqipëria të ecë përpara me dialog, vizion dhe frymë europiane.